shtuar në Vlorë 1.260 milion. E po thash tani që nënat, motrat, gratë shqiptare do të japin ati me 12 maj, me 12 maj, atë që ai meriton, atë thirrjet ti, se pranon as një burr, as një grua. Do marrin ndëshkimin më të merituar me datë pas datës 12 maj. E po thash tani. Kush nuk jep votën Basirit, ai nuk ka lidhje me Klosin, nuk ka lidhje me një Shqipëri e cila do të shkojë drejt Bashkimit Evropian. Fitoria e Tibrës do nisë nga Klosi. Faleminderit doktor. Që gjitha vota do shkojnë për Basirin, për kandidatin tuaj. Është i vetmi kandidat në Klos dhe nga Klosi që ka Partia Demokratike dhe Partia Socialiste përfaqësohet me një subjekt të spakut. Ai është më në krye të kësaj të 164 sot më takova nafta, këta më fali, takova 8 miliard euro pension. Të më fal. E po thash tani. Pra 167 euro. Kurse shqiptarët kishin një rrogë minimale 220 euro, 220.000 lekë. Ju ftoj të nderoj me një minutë heshtje, një burr të madh të njerëzimit, Papa Franceskun. Ujnë do të ngrenë tavanin e biznesit, tavanin e taksës e TVSH-s edhe të... Dhe është krim ta të bësh Gramshin. 50.000 ka të zbritur në 60.000. E po thash tani, tavanet për TVSH-n dhe tatim fitimin do të rriten nga 100 dhe 120.000 euro që është sot në 180.000 euro. 1.350 euro për prodhimin e gruit, për kilogram. Total 35 kuintal. Matjan edhe Matjan, mirënjohjen më të pakufishme dhe përshëndetjet më të papërzemërta. Pensioni nën 200 euro do të jetë 200 euro.